Nuk të leverdis ty, kjo është tjetër histori. Një zonjë nuk përdoret. Ajo që unë mua s'po përdor njeri. Dakor? Nuk po përdor njeri. Dhe kjo nuk është budallik e para punës. Po ta përsëris, nuk po përdor njeri dhe e pem brëm. Mos e ngri zërin fare dhe ti biesh tavolinës se një zonjë. Më duket se e pem brëm. Jo, një zonjë u lëret. Nuk i bie as tavolinës. Shëmtira mbi shtëpi, një zonjë u lëret. Një zonjë nuk i bie tavolinës. Nuk di se çfarë. Një zonjë as nuk lejon që të përdoret tjetri, sepse nuk ka arsye fare ti drejtohet tjetri, u lëret dhe i ngrihet gjakun, dakor? Po se unë s'kam thënë që unë jam zonjë nderuar. Kështu ke thënë për veten tënde, dakor? Dhe mbaja atë që ke thënë. Zonja, sepse po na dele kundërta, vjetën thua mua. Të drejtën time do ta kërkoj. Si ka mundësi për këtë dhe po gënjen dhe po shpif për atë dhe për atë kur ti s'ke qenë e pranishme aty. Dakor, nëse je kaq lojtare e drejtë, duhet të jesh e pranishme aty ose duhet bish të pyesësh mua. O Gerta, minimalisht më kthen derin. Kur është bërë ajo situata, kur është bërë ajo situatë, s'jam përdorur asnjëherë, s'jam përdorur dhe përgjigjen e kem mbrëm, kur Rozi tha, unë jam ushtare e Danjës dhe Danja ushtare e ime, kam thënë jo. E kem brëm përgjigjen, fatkesisht ka humbur busulla. Fatkesisht ka humbur busulla dhe nderin, sepse atë natë, kur unë sa kisha ardhur, unë atë natë sa kisha ardhur. O, ushtari ka detyrë super moj, po ti ke një detyrë tjetër. Që është? Që ta kam thënë, ta thash. Ta thash çfarë? Po ku e shef përdorjen pra po të them? Apo se të intereson të më sulmosh mua dhe thua përdorur? Ma thuaj ku e shef përdorjen. Ti, Gerta, duhet më kthesh nderin mua. Kur kam ardhur në këtë shtëpi, s'kisha shumë ditë që kam ardhur, unë atje kur u mblodhën të gjithë vajzat dhe po t'akuzonin ty që kishe shtyr Rozin, të pyeta dhe ishe me Rozin. Po, i pyeta të dyja rastet. Ti, për herët e fundit, ti dhe për çdo herë të shtëpi, ti s'ke ardhur të më pyesësh mua, por je pranuar dhe, domethënë, je mjaftuar, më fal, je mjaftuar me çfarë të kanë thënë të tjerët, s'ke ardhur të pyesësh mua. Unë atëherë erdha të pyesja aty dhe pse njihja atë më shumë. Erdha dhe të pyeta ty, vërtet e ke shtyr Gerta? Pra ti merri të dyja variante. S'është vërtet. Dhe pastaj gjyko, kam ardhur dhe kam folur me ty te grimi. Kam ardhur dhe kam folur me ty te grimi. Nuk të takojnë ty ti bësh. Sulmet të cilat ty nuk po manipulojnë, jo po them vërtetën. Ja ku e ke përdorimin. Po çfarë përdorje flet moj? Ti si përball kur me mua në debat. Po bën manipulim të gjatë. Kur me mua në debat ti përgjithmonë më ke ikur sepse nuk ka interesuar se te topi ti e hedh te Gerta dhe te Rozi dhe te Laerti. Ty s'ka interesuar. Kjo është era parë që ti përballesh me mua në debat dhe këtë të time, të vërtetën time, kënaqësi, mos ma jep më Gerta. Më Gerta nuk kam nevojë për kafshata, unë nuk të shtëpi. Unë për kafshat nuk kam nejt asnjë sekondë se s'pëlqen ty. Se s'pëlqen ty, mos flas më. Se s'pëlqen ty se kjo është e vërteta ime. S'pëlqen ty. Nga sot.